Sadakaja e pranuar. I dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: një njeri tha, do t'i jap sadaka. Doli dhe e dha sadaka në dorë të një hajni. Të nesërmen të tjerët thoshin: dje ky njeri ka dhënë sadaka hajnit. Ai tha në vetvete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi. Unë prap do t'i jap sadaka. Del nga shtëpia dhe i jep sadaka një prostitute. Të nesërmen njerëzit thoshin se ky njeri i ka dhënë sadaka prostitutës. Ai tha në vetvete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi. Unë prap do t'i jap sadaka. Kështu që del nga shtëpia dhe i jep sadaka një të pasuri. Të nesërmen njerëzit thoshin se ai i ka dhënë sadaka një të pasuri. Ai tha në vetvete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi për atë që i kam dhënë sadaka hajnit, prostitutës dhe të pasurit. Ati pastaj paraqitet në ëndër një zë duke i thënë: sadakaja jote edhe në hajnit ndikoi që ai të largohet nga vjedhja. Sadakaja jote edhe në prostitutës ndikoi që ajo të largohi nga prostitucioni. Sadakaja jote edhe në të pasurit ndikoi që ai të ketë në konsiderat dhe të shpenzoj për atu jap të tjerve prej asaj çka i ka dhënë Allahu. Dhënia e sadakas është një prej veprave më të dashura tek Allahu dhe ka rëndësi të madhe në Islam, sidomos për ndihmën e muslimanëve të tjerë. Sadakaja është dhuratë vullnetare që jepet për hir të Allahut për të ndihmuar ata që kanë nevojë, qofshin të varfër, të sëmur, udhëtar, jetim, studentë të tjerë. Nuk është e detyrueshme si zakati, por është shumë e lavdëruar. Dhënia e sadakas muslimanëve në nevojë është shumë e vlefshme, sepse përveç ndihmës materiale, ajo forcon vllazërinë islame. Profeti alayhi salam ka thënë: sadakaja që jepet ndaj një muslimani është sadaka, ndërsa ajo që jepet ndaj të afërmve është sadaka dhe ruajtja e lidhjeve farefisnore. Allahu thotë në Kur'an: ata që japin pasurinë e tyre ditën dhe natën, fshetas dhe haptas, do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre, nuk do të kenë frikë dhe nuk do të pikëllohen. Surja El Bekare 274.